Pankarta drejtësi për Astritin u shpalos nga deputetët e vetëvendosjes që në nisje të seancës. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glauko Njufca, kërkoi që me çdo kusht të marrë fjalën. Reagoi kryeparlamentari Veseli. Qysh ja keni nisë jo me marrë me stop të skrejt shtetin jo, olo Glauk prit bisedojmë, pas pika drani ditës. Pse vish për dëkës pja fjonë? Ordra fal. Duke ju referuar peticionit për rastin Dehari, Njufca kërkoi që kuvendit të caktoj seancë për këtë rast. Prandaj ne kërkojmë që sot ky kuvend të vendos për seancën e jashtëzakonshme për Astritin. Lejen e qytetarëve e keni marrë me peticion, me nënshkrime, kështu që mos hezitoni dhe mos u friksoni. Mirëpo, kryeparlamentari Veseli kërkoi përgjegjësi se kush çoi në vdekjen e Astrid Deharit. Duhet flitet për shkaktarët e vërtet që kanë shtyer një djalë të ri t'i ja merr jetën vetvetit, duhet flitet për ata që e kanë zgjidhur, duhet flitet për një sistem drejtësisë, për një sistem drejtësisë që duke e ditur se e ka pasur një vëlla të vet të vrarë, e ka lë prap një situatë derisa për njëjtën akt akuz 3 tjerë i ka lë jashtë. Njëra prej tyre është vetëm se ka qenë Besa e Visari Merit ka mbetur jashtë, e djali tjetër i cili ka qenë vllavi ju ka vrarë vetë përpara, se kanë marrë parasysh. Ky është sistemi jonë i brisht i drejtësisë. Ka më fol kit kuvend, po ja vjen fjalën edhe kanë më hap gjitha letrat. Duhet me marrë përgjegjësi kush e ka nxit, edhe kush e ka shkaktuar vrasjen e tij, apo vetvrasjen e tij. Kjo deklaratë nxiti përplasje midis kryetarit të vetëvendosjes Visari Meri dhe kryeparlamentarit Veseli. Edhe tash kadri Veseli po na thotë që edhe Arnori që ka vetvrarë, por ky pedim pa u përfunduar hetimet. Që ky kadri Veseli, i cili këtu në seancë neve na pa thonë kujdes mos u vetvrani, kujdes se po e vrani veten, dhe pastaj natyrisht tash konstaton që pas ka vetvrasjen. Pa u ditë kjo punë, pa u konstatuar kjo punë nga organet përgjithëse. Prandaj hetimi i pavarur do të na tregonte nëse ka lidhshmëri në mes të fjalisë së kadri Veselit për vetvrasje edhe vetvrasjeve të konstatuara për aktivistët tonë. Këtë duam ta dimë ne, po këtë nuk po lejon kadri Veseli më fol. Sepse ky e kontrollon shtetin. Edhe tash del shpif këtu thot jo po pse e lan ato jashtë mbesën e Visari Merit e pse këto e futën brenda. Pse pra? Dikush po friksohet nga e vërteta, edhe me 14 dhjetor Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës do të kërkon seancë jashtëzakonshme, nëse të bëhen 14 nënshkrime. Por kur u hodh në votim kërkesa për seancë për rastin Dehari, ajo nuk u votua nga deputetët e koalicionit qeverisës, përderisa vazhdojnë hetimet, thanë shefat e grupeve parlamentare të PDK-s dhe LDK-s. Gjatë gjithë kohës, deputetët e vetëvendosjes duke u ndërruar her pas here, mbani në dorë parullën drejtësi për Astrid Deharin. Kështu i pamundësuan kryeministrit Isa Mustafa t'ju përgjigjet pyetjeve të deputetëve. Nuk e besoj as opinioni që ju jep mbështetjen këtë veprim. Ai ka resa. Ato në qovë se pajtoshë, ja përgjigjen javën tjetër kur të kemi kushte ma normale që t'japim përgjigjen. Krejt në fillim të seancës u miratua ligji për Obiliqin. Urime kryetar, urime gjithë qytetarëve të komunës Obiliqit. Reagoi deputetja LDK-s Melihate Tërmkolli, tha se ky ligj po përdoret për fushat zgjedhore, komentoi edhe rastin Dehari. Po, të shpejtu se shtu, jeni të e thy kryt, edhe të e thy kryt çështjeve për cilat po menoni se po rregullohen. Ligji për Obiliqin, që është miratu, nuk është ligj për zonat e rrezikume, është ligj për fushat zgjedhore. Kush e të bo fushat zgjedhore me to nuk e di, po është ligj veç për fushat zgjedhore. Jo të vetëvendosjes këtu, mirë që shkut, po lënë drejtsin, lëpë në të vërtetën. Jo, po Kosova. Shefi i grupit parlamentar të AK-s, Palekaj, ngriti çështjen e shkrimeve të fundit të mediave serbe për Ramush Haradinaj. Qeveria Kosovës do t'i mbroj njerëzit e Kosovës dhe nga këto shpifje, sepse armiqet zakonisht tentojnë të godasin aty ku është më së forti. Ramushi deri më sot ka marrë goditje nga të gjithë ata që kanë qenë kundër vlerave
perëndimore të Kosovës. Opozita lëshoi sallën e kuvendit, duke fajsuar për këtë kryesuesin e seancës Xhavit Halitin. Unë nuk mëjë me që që po bëjmë, ku me qitën. Seanca pa opozitën dhe pa listën serbe, cila nuk që e pranishme në sallë, vazhdoi me pikat e tjera të rendit të ditës.